kuptoj, po tani që janë zgjedhjet në 23 maja, nuk do t'i duheshe çdo vot demokrati antarësie e zotit Berisha dhe jo të niste këto operacion fshesa? Po ti mendon se e ka jashtë kontrollit situatën e ty? Me 99.9%, shumë do shkojnë zgjedhjet. Po tash ai mund mos shkoj tek modeli Koran, po mund t'jap një rezultat që i lejon të vazhdoj. Po kësi, se Saljani nuk po lejon të hynë gara, Lise Balliun jo, Eviko Kalarin jo. Duket që janë mbyllur dyert për këta kandidat. Pastaj nuk e dini se mund dali dikush... Shiko, unë bëj analizë politike, po se çfarë ka ndërmend ai. Po. Natyrisht që jo vetëm nuk e di çfarë ka ndërmend, por do preferoja që të mos futesha në zgjidhjet që ai jep në tilla situata, sepse i takojnë vetëm atij që në fund fare të demaskohet publikisht. Kemi rastin, dhe do a kemi shumë shpejt, do të shohim se çfarë do paraqes. Dhe natyrshëm më vjen të pyes, president, për çfarë duhet ta marrë Sali Berisha një mandat të katërt për drejtimin e, le të themi, të katërt, kuptimin vazhdimësisë paralele edhe me qeverisjen e Ramës flasë, kur ka 4 mandate që është në opozit. Shiko, unë mund të argumentoj, mund të perifrazoj, mund të përcaktoj si një moment të detyruar paranoje. Paranoje. Është një paranoje e cila e shoqëron prej dekadash. Është paranoje. Lidhur keq me atë pozicion, në mënyrë më absolute as pak demokratik në formimin e tij dhe me kalimin e kohës përkeqësohet. Dhe unë këtë bisedë nuk po e bëj në dëm të individit, jo. Këtë bisedë unë po e bëj me ju për të ndarë me publikun që Shqipëria ka nevojë të çlirohet nga këto 2 individ që po marrin peng këtë vend. Ky është apeli publik, kjo është arsye pse unë vi. Këta 2 individ që janë produkt një sistemi të kalbur politik, që e kanë ndërtuar vetë, duke i kthyer këta në diktator në partitë respektive, këte vuan vendi. Pra, korrupsioni fillon tek partitë politike. Dhe korrupsioni para se të jetë në gjëra të dukshme, është korrupsion në mentalitet. Pse këta mendojnë që këta të 2, kush më shumë e kush më pak, do ta orientojnë, do ta drejtojnë këtë vend në vite e në dekada. Kjo është gjë e tmerrshme. Ky model nuk ndodh askund. Pra, në Amerikë janë 4 vite për një president. Po të jetë shumë i suksesshëm 8, nuk shumë. Ndërpritet. Po sa elita politike janë ndrruar në Europë? Në Kosovë. Po ti ke Kosovë. Gjithë vendet ballkanike. Vetëm këtu është kalcifikuar aq shumë situata, sa është bërë shumë problematike. Duket që heshtja nuk po ndihet siç e kemi parë për shumë vite në Partinë Socialiste, se nëse flasim për përjashtimet në Partinë Demokratike dhe në PS kanë filluar. Mbaj mend diskutimet e fundit kanë qenë në kohës së Blushit, që do të thotë gati një dekadë përpara dhe ne nuk kemi pasur nga Selia Blu, le të themi, korrente që mund të na tregojnë që ka ndonjë përplasje apo një zë ndryshe. Ka ndodhur që rasti Balluku të sjell precedentin e Elisas Piropalit dhe që aty të nisin ndoshta edhe zyrtarisht apo edhe zoti Braçe për shembull ka qenë një mendim më kritik edhe më ndryshe është shprehur tani që do të kandidoj për Tiranën. Pra duket që po lëvizë edhe diçka, po fryn një herë tjetër brenda Partisë Socialiste. A do mendoni president që do kërkohet të mbytet edhe ky zë ndryshe? Të mbahet qetësi, ajo që ju thoni që është krijuar diktaturë brenda partive, apo do ketë? Shikoni, brenda partive ka variacione. Po në PS nuk e kishim parë me vite. Jo, në PS, sigur që e kemi parë. Kemi parë zëra të cilët janë larguar me shumë elegancë.